kanë rrejë në shyrave, kanë bo maltërtime. O kone edhe Bajram o kone e ditë. Ditë Bajrami. Masakra e Belegu ka ndodhur me lista 30 mars 1999. Në këtë masakër janë të vrarë 26 civil. 27 mars, 28, tona me 29 është dita e fundit kus shemi po. Me tha. E kem najt një shtëpi aty. Që ashtu në për pluma në për. Atëherë në kanë ardhë. Në kanë hi edhe në mrena në për shtëpia. Në kanë bo të nara e të në trosh një farë. Lidini u kuj farë livadhe një dy shtëpia pa bo me mërmet. Kanë rrejë në shyrave, kanë bo maltërtime. Edhe në kanë datënë. Erdhë në bromja në danë, burat i lanë që ato shpijat, ku shka pas drejtara as dira, as sanë, vesh qështu, ftaft, timin i ftaft, adin pranë vjerë ftaft. O kone edhe Bajram o kone e ditë. Ditë Bajrami. Në danë, grave edhe thmive në qunë në përdo posloma, në përdo ahra, në përdo shpia. Kanë bo kiametat nëtë. Në ishin britma, në ishin të rejët o qështu. Me në gjes në kanë da. Në kanë hypë në për kamiona, në për traktora, që ka pas mjetë. Edhe pse se deshën mas në, ku për në qojnë. Masakra e Belegu ka ndodhur me lista 30 mars 1999. Në këtë masakër janë të vrarë 26 civil shqiptarë. Ma i rev është Halapa i Bushë 16 vjetë. Fatol Vishaj është personi që konsiderohet dhe i mitur, ashtu që ka rrëfyë dhe tash me dira gjyshja asaj që ja kanë marrë nga preri i dorës. Do më thonë, ja kanë marrë nga dora edhe pe asaj dite nuk dihet asgjë, fatkeqësisht është edhe i zhdukur. Mosha ma shtyrë kohë mbi 7 vjeçar nëse s'ga bëjt. Do më thonë, nuk ka pas selektim këtu për nga mosha, veç aje mashkull edhe aje shqiptar. Me 29 i kanë ekzekutu. A i kanë marrë me njëherë trupat atë ditë, i kanë largu prej atyhit, a kanë qëndu trupat aty? Ato për fat të keq që nuk kemi ndonjë informacion lidhur me, sepse Leviç la deportuan, fshati la deportuan për Shqipëri, fshati ishte i pushtuar për forca policore, kështu që te pjesa e identifikimit, kur janë identifiku disa nga, do të thonë 12 nga 46 të vdekurit, le me kuptu që të paktën mas ekzekutimit nuk janë dërguar varreza masive të njëjta, pasi që personat e identifikuar janë në lokalitete të ndryshme. Dikush është identifikuar varrezat masive në afërsitë të Gjakovës, ndonjë tjetër në varreza diku në Serbi. Në kanë hypë në ta kjerë edhe i kemi lonë në ato shpijat pa bo me mërmet, burat. Në bëjshin me dorë. Në edhe unë kom qenë edhe i rëj, nuk e desha tash vinë edhe ata mendimet qështu. Ka për na qojnë tonë, a për na mysin, a shka për boa. As nuk e deshim kër jemi dalë për të Gjakovës, se deshim as ku jemi mu, se jemi kona të pa dalën, të izolum. Veç kur e kem pa vetën që mas disa punta të policisë kemi mrinë në Kuks, Shqipni. Edhe kështu që u damë me ta. Kur u danë, aty ka qenë momenti fundit kur i ki pa... Momenti fundit që aty është kur jemi pa në rriti. A dihet ku i kanë ekzekutu, a dihet vendi, lokacionin? Jo, nuk dihet lokacioni i sakt, nuk dihet. A dihet sa persona janë vrarë ditë në Beleg? Në Beleg janë gjithsejt 46. Po do janë vrarë asajde, aty për aty edhe janë gjetë.
Po një 36 nëse zgaboj janë zhdukun, që s'ja u di neshna.